Kush duhet të pajtohet i pari pas një konflikti? Ai që ka fajin apo ai që është më i pjekur? Në shumicën e çifteve, një zëng kthehet në një betejë egoje. Ne nuk zihemi vetëm për problemin, në fakt zihemi për mënyrën si zihemi. Disa njerëz nuk flasin me orë të tëra dhe presin që tjetri t'i kërkojë falje. Disa bëjnë sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë dhe përpiqen ta minimizojnë dhe ta kalojnë me të qeshur. Por disa të tjerë shpërthejnë dhe pastaj fajsojnë personin tjetër për shpërtimin e tyre. Ka të tjerë që presin që partneri ose partnerja t'i lexojë mendjen, edhe të veproj ashtu siç ata do donin që ata të vepronin, por pa ju au thënë atyre se çfarë po kërkojnë. Ja disa statistika interesante përpara se të kalojmë te pjesa tjetër. Rreth 90% e çifteve pranojnë që kanë konflikte her pas here. Rreth 1/3 zihen të paktën një herë në javë. Vetëm 3% thonë se nuk zihen kurrë. Nëse ziheni nuk do të thotë që marrëdhënia juaj është e dështuar apo shkot, por do të thotë që jeni njerëz dhe keni ndryshime. Madje studiuesit thonë se rreth 69% e konflikteve në çift janë çështje që nuk zhduken kurrë plotësisht, sepse lidhen me diferenca karakteri, personaliteti dhe mënyra të ndryshme të menduarit dhe mënyra se si ato janë rritur, pra zakone dhe vlera që ato i kanë formësuar gjatë viteve. Por kur jemi të lënduar, ndodh diçka shumë interesante. Truri ynë hyn në një pozicion mbrojtës dhe nuk është gati për të hedhur hapa përpara. Egoja na thot mos u dorëzo e para, kurse frika na thot nëse afrohemi pari, atëherë do të humbas ose do të më marr për lolo. Por pajtim nuk do të thotë që po pranon faj që nuk e ke. Nuk do të thotë as që bëhesh lolo apo shkelesh me këmbë, kur e bën këtë në mënyrën e duhur. Pajtim do të thotë që zgjedh marrëdhënien mbi krenarin. Do të thotë që thua, unë dua të jemi mirë, edhe nëse jemi të lënduar, më intereson ti dhe jo që unë të kem patjetër të drejtë. Nëse do të pajtohesh në një mënyrë të shëndetshme, së pari prit që të qetësohesh. Nuk mund të shkosh të qetësosh një stuhi në çift nëse brenda teje ka ende stuhi. Pra nëse nuk je i qetë, më mirë prit të qetësohesh, ndoshta një shëtitje jashtë, ose thjesht të qenurit në qetësi, të marrurit pa kohë, ndoshta një orë që të qetësohesh, të ndihmon që le të themi temperaturat të ulen, të qetësohesh dhe të jesh gati për të folur. Madje do të thosha që është mirë të pyesësh, a jemi gati për të folur? Dhe nëse nuk jeni gati, nëse përgjigja është ende me zemrim, ose nëse nisni qetë, por temperaturat ngrihen përsëri, është më mirë ta ndërprisni dhe ta lini bisedën për një moment të dytë kur të dy jeni të qetë. Gjithashtu, mos shko të rregullosh diçka, ndërkohë që nuk je gati të pranosh pjesën tjetër. Sepse është e rëndësishme që edhe ti të pranosh pjesën tjetër. Asnjë zënk nuk shkaktohet vetëm nga njëra palë. Edhe kur ajo fillohet nga një palë, në momentin që ka filluar si zënk, të dy palët kanë pjesën e tyre. Prandaj kërkon një lloj përullësie që të pranosh pjesën tënde. Kjo është e kundërta e krenarisë. Së dyti, fol nga ndjesia, jo nga akuza. Shpeshherë gabojmë duke thënë ti gjithmonë e bën këtë ose ti asnjëherë nuk e bën këtë. Kjo nuk është e vërtetë, por në momentin e një konflikti ty të duket sikur personi e bën gjithmonë të njëjtën gjë ose nuk e ka bërë asnjëherë atë që ti do doje të bënte dhe kjo shkakton një lloj revoltimi sepse është e padrejtë. Por është mirë që të thuhet, kur ti më the këtë, unë u ndjeva kështu, ose kur më the këto fjalë, u lëndova shumë sepse unë ndjeva sikur ti nuk më vlerëson, apo ti ishe pa drejt, ose kur ndodhi kjo, unë u ndjeva në këtë mënyrë. Dhe së fundi, jep siguri emocionale, thuaj, unë nuk jam kundër teje, por jam me ty, unë jam në anën tënde, mua më intereson që ne të dy të jemi mirë. Në një çift të shëndetshëm nuk fiton gjithmonë ai që ka të drejtë, por fiton ai që di të ruaj lidhjen. Bibla thot, nëse është e mundur dhe aq sa varet nga ju, jetoni në paqe me gjithë njerëzit. Te Romakëve 12:18. Kjo do të thotë që ndonjëherë hapi i parë nuk bëhet sepse je fajtor, por sepse je më i pjekur. Pyetje për ty. Ti zakonisht pret
apo zgjedh të krijosh hapësirë për pajtim. A je pjesë ati 69%-it, apo je pjesë e 3%-it. Nëse mendon se je pjesë e 3%-it që nuk zihet asnjëherë, pyetja tjetër, a nuk ziheni vërtet sepse jeni mirë, apo shmangni bisedat e vështira dhe ecni mbi vezë? Zoti ju bekoftë dhe dëgjojmë në videon tjetër, gëzuar Shën Valentinit. Mos harroni, këto do t'ju vlen, sepse ka shumë mundësi që pas ditës së nesërme në 15 shkurt, një pjesë prej jush, të paktën ajo 69% do të ziheni për mënyrën si e festuat ose për dhuratën që ju nuk e morët. Dhe kjo video mund të jetë një moment i mirë për të provuar për ta zgjidhur konfliktin në mënyrë të shëndetshme. Unë jam Rudina, nëse nuk më ndiqni, ju ftoj që të më ndiqni në kanalin tim, bëni like dhe share nëse mendoni se i vlen dikujt tjetër. Zoti ju bekoftë dhe dëgjohemi në videon tjetër.